A je normal, që e ku balë, a je mirë. Pse u shtatzon, pse më se le ti fshin videot e mia, ma mirë i bjen, se kjo nuk ka din çka ka prap. Përkatësisht akuzuara Mirvete Barilio është fajtore për 2 veprat penale për të cilat është akuzuar. I shpallët dënimi për veprën penale sulmi, dënim me burgim në kozgjate prej 1 viti, i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 2000 euro, të emër të popullit për të njëjtin shpallë këtë gjykim. Të akuzuarit, përkatësisht akuzuara Mirvete Barilio, është fajtore për 2 veprat penale për të cilat është akuzuar, pra për veprën penale sulmi nga 184 par 1 KPRK-s dhe veprën penale kanuesi nga 181 par 2 të KPRK-s dhe konform dispozitave ligjore të njëjtës. I shpallët dënimi për veprën penale sulmi, dënim me burgim në kozgjate prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën kohore prej 2 viteve nuk kryen vepër tjetër penale, e në rast se i revokohet dënimi me kusht, atëherë në të njëjtin dënim, pra në dënimin me burgim do të llogaritet edhe koha e mbajtjes në arrest shtëpia nga data 04/04/2024 deri me datë 04/05/2024. Për veprën penale kanuesi nga 181 par 2 të KPRK-s, i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 2000 euro, të cilin dënim e akuzuara është e obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. E sigurisht që në rast të akuzuara nuk e paguan dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do t'i zaventohet me dënim me burgim, duke llogaritur 1 ditë të burgimit me 20 euro të gjobës. E akuzuara është obliguar në pagimin e shpenzimeve të procedurës penale, ato do të jenë sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërsa që paushalli gjyqësor është në shumën prej 80 euro, ndërsa që 20 euro është e obliguar të paguajë në emër të fondit për kompenzimin e viktimave. Të gjitha këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të detyrueshëm. I akuzuri Ali Lukaj, konformimi 362 par 1.1.1, për të njëjtin, gjykata ka marrë vendim, refuzohet akt akuza për shkak se prokurori i shtetit ka hequr dorë lidhur me të njëjtin sa i përket veprës penale për të cilën i njëjti është akuzuar. Sa i përket shpenzimeve të procedurës penale lidhur me këtë akuzuar, të njëjtat bien në barrën buxhetore të kësaj gjykate. Pala dëmtuar Lëndita Berisha për realizimin e kërkesës pasuri juridike udhëzohet në kontest të rregull civil. Ndërsa sa i përket të dëmtuarës tjetër Fjulla Hyseni, e njëjta ka deklaruar në shqyrtim gjyqësor se nuk paraqet kërkesë pasurore juridike.